Eliona u ul përballë djemve të shtëpisë me një qetësi që nuk i kishte shoqëruar më parë. Nuk ishte qetësi rehatje, por qetësi vendimi. Dukej sikur kishte menduar gjatë për atë që do të thoshte dhe nuk donte më ta shtynte. Dua me ju sqaru diçka, filloi ajo, duke i parë një nga një. Jo për me u justifiku, por për me qenë sinqert. Ajo mori frym thellë, jam penduar shumë për disa gjëra që kam ba në shtëpi. Për disa reagime, për disa zgjedhje. Sidomos kur kam leju që ndjenjat me më çu në drejtime që nuk më përfaqësojnë. Djemtë e dëgjonin pa e ndërprer. Ishte hera e parë që Eliona fliste kaq hapur, pa mbrojtje, pa ton mbizotërues. Në këtë shtëpi gjithçka duket më e madhe se ç'është, vazhdoi ajo. Emocionet, fjalët, lidhjet. Dhe unë kam kuptu një gjë, nuk ja vlen me u humb duke dash dik, kur në atë proces humb veten. Pastaj erdhi pjesa që e dinte se do të ngjallte reagime, për këtë arsye jam nda edhe me tonin. Fjalët ranë qetë, por rënd, nuk ka pas dram, nuk ka pas tradhti, nuk ka pas lojë të fshehtë. Ka pas thjesht një moment ku e kam kuptu që kjo lidhje nuk po më bënte mirë. As ati, as mua. Ajo i kryqëzoi duart, jo nga pasiguria, por nga vendosmëria, ndoshta jashtë do të ishte ndryshe, por këtu brenda çdo gjë testohet. Dhe unë e pash veten duke u sjell në mënyra që nuk më pëlqenin. Duke u mbyllur, duke u acaruar, duke u larguar nga ajo që jam. Njëri nga djemtë tentoi të fliste, por ajo e vazhdoi me respekt, nuk po them që tojni ka faj. Jo. Kjo është zgjedhja ime. Dhe po, jam penduar që nuk e kam kuptu më herët. Ajo ndaloi për një çast, pastaj shtoi me një sinqeritet të fortë, kam mësu që nuk ja vlen me dash askënd, nëse për atë dashni duhet me u shkatëru nga brenda. Në dhomë ra heshtje. Jo e sikletshme, por e mendueshme. Djemt nuk po dëgjonin thjesht një ndarje, por një reflektim, e kam dash qetësinë time, përfundoi Eliona. Dhe në këtë lojë, qetësia është luks. Por unë e zgjedh. Nuk kërkoj aprovime. Nuk kërkoj mi.